Programet e fundjavës vijojnë të mbajnë të mbërthyer publikun, jo vetëm për shkak të temave të trajtuara, por edhe për dinamikat mes moderatorëve që e drejtojnë. Egli Tako dhe Gjeneta Fetaho janë dy prej emrave kryesor të ekranit këtë sezon, por secila ka rolin e saj në rubrika të ndryshme. Së fundmi, Egli është pyetur nëse do të pranonte të ishte pjesë e rubrikës të njëjtë me Gjenetën, gjë që do të sillte një ballafaqim të drejtë për drejtë me të. Një skenë e tillë do të ngjallte sigurisht interes maksimal tek publiku, duke qenë se të dyja vajzat janë shpesh të përfolura për marrëdhëniet e tyre me Gjestin, njëra për eksperiencën e saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë dhe tjetra për ata në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. E pyetur për këtë mundësi, Egli Taku u treguar rezervuar, duke pranuar se një vendim i tillë nuk është i lehtë për t'u marrë. Këtë duhet ta rimendoj, tha moderatorja, duke lënë të kuptohet se nuk është e gatshme të japë një përgjigje të menjëhershme. Edhe pse asnjëra prej tyre nuk ka folur hapur për marrëdhënien me njëra tjetrën, publiku i sheh Egli Takun dhe Gjeneta Fetahon si rivale për shkak të historive të ndërlidhura me Gjestin dhe deklaratave indirekte që kanë pasur kundrejt njëra tjetrës. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se të dyja, si Gjeneta ashtu dhe Egli, ka qenë të pranishme në ceremoninë martore të vëllait të Gjestit, për të qëndruar pranë në ditët e tij më të vështira.